kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore në qytetin e Gurt u zhvillua konferenca shkencore me temë gërmime arkeologjike në Antigone dhe Gjirokastër, vlerësimi i trashëgimisë dhe mundësisë për turizëm kulturor. Pjesëmarrës në këtë konferencë shkencore kanë qenë arkeologë shqiptar dhe italian, të cilët kanë ndjekur misionin arkeologjik disa vjeçar, si dhe kanë bërë zbulime me vlerë në zonën e Antigones. Molto affascinanti per quanto non inelevato, non monumentali. Antigoneja është një vend i mrekullueshëm me një peizazh të mahniqëm dhe me mbetje arkeologjike, sipas mendimit tim, shumë tërheqëse. Gjithsesi jo të larta, jo monumentale. Sfida për të pasur turist, për të pasur zhvillim, është t'u bëjmë të kuptojnë se nuk mjafton të shkosh atje dhe t'i shohësh. Duhen ndihmuar njerëzit që të kuptojnë atë që shohin dhe pikërisht për këtë shërben kërkimi arkeologjik. Është një projekt në fakt që ka filluar që në vitin 2021 dhe është në vazhdim. Rezultatet e gërmimeve kanë qenë shumë interesante. Kemi kryer gërmime në zonën e Agoras, ku kemi zbuluar strukturat të cilat mund të jenë pak më të hershme ose mund të jenë në të njëjtën kohë me Stoan, e cila është zbuluar vite përpara. Gjithashtu kemi kryer kërkime dhe në sektorin e banesave në Antigone, ku është zbuluar një banesë e tërë në të tërë arkitekturën e saj. Fal gërmimeve të kësaj vere, arkeologët kanë hedhur më shumë dritë për qytetin antik të Antigones, duke zgjeruar hartën historike të vizitueshmërisë të këtij siti.